Mirë, ndërkohë vazhdojnë zhvillimet në parlament, do të zhvendosem në një tjetër informacion. Prokuroria e posaçme ka lexuar sot pretencën për pjesën e ndarë të dosjes Metamorfoza, ku 7 pandehurve u është pranuar gjykimi i shkurtuar. Për më shumë detaje kam Eni Ferhati në këtë lidhje të drejt për drejt. Eni, përshëndetje. Shëndetje Esmeralda, vetëm pak minuta më parë ka përfunduar seanca e radhës gjyqësore për dosjen Metamorfoza, ku prokurori SPAK, Bledar Maksuti, një nga prokurorët e kësaj dosje, ka lexuar dhe konkluzionet përfundimtare të hetimeve paraprake pikërisht mbi dosjen Metamorfoza, ku në total prokurori Maksuti ka kërkuar dënimin me 74 vite burg për 7 të pandehurit e dosjes Metamorfoza, dhe këtu bëhet fjalë vetëm për krimet e lehta, pasi dosja Metamorfoza është ndarë në 2 çështje, ajo e krimeve të lehta ku bëjnë pjesë edhe disa ish zyrtar të policisë, por dhe prokurorisë, ndërkohë që për dosjen e krimeve të rënda, po themi, ku pikërisht të pandehurit të kësaj dosje akuzohen për vrasje apo sigurim kushteve të mjeteve materiale për të kryer vrasje ndaj disa personave, dosja është ndarë, por fillimisht le të ndalemi edhe tek një lajm tjetër. Në këto momente me ndihmën e operatorit do doja të shikonin dhe pamjet kur avokati i zotit Meta, çfarë prisni sot zoti? Ja të pas do të prononcojmë mi pas. Siç kam raportuar dhe më herët, në orën 10:30 pritet të zhvillohet edhe seanca për ish presidentin e Republikës Ilir Meta, i cili kërkon një masë më të butë sigurie. Në orën 10:30 dyqtari Erion Çela do të vlerësoj nëse jemi para kushteve siç pretendon dhe avokati i zotit Meta, Kujtim Cakrani, i cili sapo u paraqit në gjykat, kur duhet të caktohet një masë më e butë sigurie se sa ajo e arrestit në burg, nga ku mbahet prej tetorit të vitit të kaluar presidenti i Partisë Lirisë, njëherëzi edhe ish presidenti i Republikës Ilir Meta. Seanca ishte parashikuar për të zhvilluar disa ditë më parë, por u shty me kërkesë të vetë avokatit të ri të zotit Meta, Kujtim Cakrani, i cili kërkoi më shumë kohë të njihet me aktet e reja të paraqitura nga SPAK në kuadër të hetimeve që po zhvillohet për zotin Meta, por dhe për personat e tjerë të ekspozuar në këtë dosje, duke nisur nga ish bashkëshortja e tij Monika Kurimandi, por edhe shtetas të tjerë. Megjithatë, për të rikthyer tek dosja Metamorfoza, siç po thoja, janë kërkuar në total 74 vite burg, ku për Behar Bajrin, një nga personat e akuzuar në të dyja dosjet, në fakt, vetëm për ditën e sotme për dosjen e ndarë pra të krimeve të lehta është kërkuar nga ana e SPAK 15 vite burg, por në rast se Behar Bajri do të shpallet fajtor, ai do të përfitojë nga gjykimi i shkurtuar dhe dënimi për të do të zbresë në 10 vite burg. Nga ana tjetër për Edmond Prekën është kërkuar dënimi me 11 vite burg, për Astmer Bilalin, ish boksierin e njohur në Shkodër, është kërkuar dënimi me 10 vite burg, për ish shefin kundër krimit të organizuar në Shkodër, Ardit Hasan Begaj, SPAK ka kërkuar dënimin e tij me 9 vite burg, për ish prokurorin e Shkodrës, njëherëzi dhe ish drejtuesin e prokurorisë së Kukësit, SPAK ka kërkuar 6 vite burg, bëhet fjalë këtu për ish prokurorin Xhevair Lita, për ish shefin e forcave operacionale në Policinë e Shtetit, Oltian Bistri, është kërkuar dënimi i tij nga ana e prokurorisë posaçme me 9 vite burg, ndërkohë që është kërkuar gjithashtu edhe konfiskimi i disa pronave të evidentuara si përfitime të parregullta gjatë hetimeve paraprake dhe këtij procesi, ndërto edhe konfiskimi e një shume prej 1.300.000 eurove të sekuestruara më herët të pasurive të ish zyrtarit të policisë Oltian Bistri, megjithëse avokatët e këtij të fundit kanë paraqitur dokumentacione dhe shkresat e tjera që kanë kundërshtuar deri në këtë fazë pikërisht hetimet dhe gjetjet e prokurorisë së posaçme, por gjatë paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare nga ana e avokatëve të personave të pandehur, do kemi mundësi të njihemi pikërisht edhe me pretendimet e 7 të pandehurve. Kujtoj këtu që bëhet fjalë, pra siç thash, për krimet e lehta në kuadër të dosjes Metamorfoza që u zbuluan nga zbardhja e enkriptimeve në aplikacionin Sky ECC, duke nisur nga akuzat për korrupsion, për nxjerrje të sekretit hetimor, falsifikim të dokumentave, shpërdorim detyre dhe përkraje të autorit të krimit. Ndërkohë, për dosjen tjetër të ndarë për krimet e rënda, ku akuzohen një pjesë e këtyre të pandehurve, duke nisur nga biznesmeni Pëllumb
Gjoka, nga Asmer Bilali, apo dhe Bahar Bajrovic, apo Bahar Bajri, si që njihet ndryshe, për këta të fundit vijon procesi i ndarë veçmas dhe ata dyshohen se në kuadër të grupit të strukturuar kriminal janë përgjegjës për ekzekutimin e shtetasit Gjindoj, por nga ana tjetër edhe për thurjen e planeve për të kryer disa vrasjet e tjera dhe për këtë rast i atribuohet vepra penale e sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për vrasjen e Ibrahim Licit, Dorian Dulit, por edhe të shtetasit Kleanti Musabelli, për cilat procesi do të vijojë dhe jemi në fazën ku nuk është pranuar gjykimi shkurtuar për këto vepra të rënda penale, por do të kemi një gjykim me procedurë të zakonshme, çka do të thotë se për këto vepra të tjera penale, këta persona të pandehur nuk do të përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar. Mirë, ne të falenderoj për këtë informacion, do të mbetemi në lidhje për të parë dhe çfarë vendimi do të merret për zotin Meta në seancën që pritet të nisë pas pak minutash, ndërkohë ne do të rikthehemi sërish me punimet e kuvendit.